Okej. Visar, nuk e di atë them mirë se erdhe, se në fakt kjo është një qytet që përket gjithëve, por unë personalisht në fakt doja të komplementoja për Exil. Është një film që më pëlqen jashtëmase shumë. Është ka një regji shumë solide, shumë të qartë, shumë të kthjellët, do thënë. Kjo do thoya për skenar shumë inteligjent, shumë inteligjent. Se gjithë elementet e tjera do thotë mizaskena, puna me aktorët, kostumet më pëlqejnë shumë. Dhe nuk e di, është tamam, është një film, është një e kam parë si një krisje, një çarje të fortë psikologjike të karakterit kryesor, që ti na prezanton, na e hedh dhe nëpërmjet tij, domethënë përpiqesh të japësh një lloj këndvështrimi tëndim për realitetin që ti dhe e jeton, edhe ku diun, je aty çdo ditë. Kështu kam këtë kuriozitet kam parë, domethënë është do doja dia, duke qenë se mendoj besoj se tema që trajton, po themi, e kanë në lëkurë në një farë mënyre. Apo jo, në farë mënyre. Emigracioni, përpëlitja, përballja, racizmi, gjëra të tilla. Këtë doja të kuptoja domosdoshmë, sepse kam parë filma të shkurtër të tut, që në farë mënyre të çojnë drejt këtij lloji drejtimi. Si kur mendon për filmin e radhës që të bësh, si shkoj gjën temën, ose si punon, ose si... Nëse, në fakt, nuk e di sa të rritje, po të nglëkesen. Për mu, shumë kyçe ka qenë ma shumë imazhi që e baj për dikuj tjetër. Nuk është e rëndësishme apo jam emigrant, apo është burri, gruaja apo fëmia. Edhe besoj, jo si besoj, po jena në farë mënyrë viktim të subjektivitetit tonë. Më me sugjeru që shpo njihesh, më mu bazu ndo sene, ndo provoja, më në fakt nuk e di kur. Edhe shumë e çuditshme sa let e hub çdo njeri sigurinë. Kur vjen punat e migranti, është në qatë aspekt interesant se hinë në një grup ku hyrja e tij është pikpyetja. Qëndrimi i tij është pikpyetja. Edhe korrikin që api lyp është nuk e ki qatë shumë qatë sigurinë që e ki nëse ke lind ato. Amo tema për mu ka qenë shumë qysh për shoh ato që e kam para meje, edhe qysh për lexoj. Edhe më ka dok shumë e rëndësishme me konë njerëzit qatë shumë nxonë me qatë pyetje sa që nuk e shohin tjetrën, veç nëse ja futin boks. Edhe do të më ndodhë një goditje për ne me më marë. Edhe, sinqerisht, masi ka dalë filmi, edhe masi, pose që është në Gjermani, janë bojt mediat shumë në racizm. Çfarë kanë bërë shumë racizm? E kanë kop temin e racizmit shumë. Okej, janë marrë me racizm. Janë kom në përgjithësi, ka marrë kritika shumë mirë filmin, po shumë u bazu në racizm. Mendoj se një titull tjetër shko më i mirë. Është një temë anglisht që quhet The Other. The Other, po. Shumë që aja tema e filmit për mu se sa çdo sen tjetër. Okej. Edhe besoj është, atë nëse e maj që të sy më shelë që të kom e kom për mu buta gjithë. Edhe nuk kam kërfar mundësi jena një farë mënyre në burgun e subjektivitetit tonë. Bukur. Amo procesi i skenarit, procesi i skenarit ka qenë për mu e kom përdor një mënyrë të shkrimit që se kom përdor kur për para, nuk e kom ditë ka përshkoj, heq se kom ditë ka përshkoj, edhe e bona një marrëveshje me mu si nuk shkruj as një resht që nuk kom pilqen. Okej. As një oheq. Kështu që ka ndodhë si 2 javë ditë kam nejt pa bon kur gjë heq, që është shumë torturë madhe, pas një zyrë të vogël, tonë ditën,
E ka ndodhur tani ka pas momente ku mbrana 2 orëve kom pas 10 skena. Çaja mënyrë se qëllimi kemi bë shumë intuitiv. Kur të menoj këtë punë që e kom bë, menoj shkrimi ka qenë mo peni me se kom ditë ka po shkoj. Edhe çapi thojnë ose zakonisht e ki një farë, nuk e di ç'është të zakonisht e ki një farë strukture, din po të më shkon në Gjakov ose në Tiranë ose dikon. Ato ju, nuk është shumë personal në kontekstin e mënyrës jetës. Nuk e di, jem adhurues shumë i madh të gjuhës gjermane, më duket gjuhë jashtëzakonisht e mirë. Edhe e ka një mundësi shumë të mirë me qenë shumë i saktë. Edhe mundesh çdo fjalë, për shembull, edhe mundesh me bë si fjalë kryesore, përveç kësaj mundesh me të bu fjalë kryesore me kriju fjalë tjera. Kështu që po ki shumë mjete, edhe mundesh me qenë shumë i saktë. E besoj ma që je çaq i saktë, lind një ide, një nevojë me fol pak si rrotullar. Personazhi gjatë kohës është një dyzim të përhershëm, permanent. Tonë asnjëherë nuk e di çfarë do, ti si publik, si shikues nuk e kupton eksakt çfarë është brenda ti, brenda mendjes ti, gjithmonë ke 2 pyetje, 3 pyetje, 7 pyetje, domethënë gjithkohon ti dhe kjo më pëlqeu, nuk e di struktura e gjuhës, po thua që ta dha një farë mënyre apo është? Jo, unë vetë se di ç'është jam. Okej. Edhe në shurën me gjesë me najë që shto mas 2 orëve ndoket bota shumë ndryshëm. Edhe kam të lashe me kuptu vetën ka herë. E besoj është pasoj me ka njeri. Amo gjuha gjermane ke në qatë konteksti si peni me am duket gjuha gjermane jashtëzakonisht e mirë. Qatë kontekstu më duket interesant si po të lënë hapësinën e ri-interpretimit. Amo me këshyrë kështu, nëse je në krizë, o shumë shtirë me lexu senet saktësisht. Unë për vete skenarimi që po të cekin pak pjesën e skenarit, e shoh si procesin më të dhunshëm. Për skenarin? Bërjen e filmit, po në gjithë bërjen e filmit. Domethënë kam një okay. Po jo, më vazhdo, më pyet. Jo, pse? Po nuk e di, është një sfidë shumë e madhe, ti je, po themi vetëm, përpara kompjuterit, në rastin konkret, dhe s'ka makina shkrimi. Dhe përveç se ke një lloj frymëzimi se mendon që ke gjetë një ide shumë të mirë, unike, të veçantë, në një farë mënyrë, ke një lloj frymëzimi që okay, ta çoj deri diku. Fleta gjithmonë e bardhë, është aty. Fleta e bardhë. Dhe fleta e bardhë do të mbushet në një farë mënyrë, kupton? Edhe është një proces që mua më krijon shumë, e dua shumë, që një proceset më vetmitare në bërjen e gjithë filmit. Dhe ma shumë se regjia. Më shumë se regjia. Dhe është një proces që nuk mbyllet, për mua mbyllet në pikën e fundit të montazhit, skenari, domethënë është një farë mënyre unë shkruaj skenarin, pastaj shkoj në set, vras skenarin për t'i dhënë jetë filmit, dhe pastaj kthehem në montazh, duke montuar filmin për t'i dhënë jetë përsëri skenarit, një farë mënyrë për ta mbyllur gjithë ciklin e shkruajtjes së skenarit. Kështu, ky është procesi im me skenarin. E njoh strukturën, por nuk e du fare strukturën, përpiqem të jem totalisht i lirë, në kuptimin mos mendoj në aspektin strukturor, domethënë linjat e karakterit, personazhet, akti para, akti dytë, për mua këto janë gjithëre që nuk i di, por nuk i mendoj fare kur shkruaj. Por pra thash, është më i dhunshmi në kuptimin e mirë të fjalës, sepse është shumë vetmitar, shumë intim, shumë përplasje me kokë pas murit në një farë mënyre. Po? Për shembull filmin e fundit, sa kohë ke shkruar? Unë procesi i shkrimit skenarit më merr kohën më të madhe midis 5 viteve që më duhet për bërë një film gjatë. Domethënë unë kam ciklin çdo 5 vite. Tani më ka shku 6, ky i fundit. E shpresoj ta mbyll me 6, sepse mund të shkojë te 7. Po në momentin kur fillon me shku deri sot aplikon. Mendoj që është diku ke 2 vjet. 2 vjet? Po. Okay. Është një proces shumë i dhimbshëm, është një dhimbje e bukur, konstante, pa ndërprerje. Prandaj ndalova këtë skenarit sepse unë kam shumë për mua është varet shumë.
varet shumë, zakonisht varet shumë për projektet, ku editimi është për më dhunë. Për shembull, këtë film ku me edituar një vit, në fund kum flajt në dhomën e editimit. Tani kena pas një kostum, kështu që kemi mujt non-stop me edhe dikur u bona. Kostum ç'kuptim? Kretë karakterët e kanë veç një tish. Po pra se do të pyesja për këtë gjë, fakt. Më duk shumë interesante. Kështu që po ta mundësinë me në fakt për një vit ku me editu. Do të marrë një vit kohë montazh, po themi. Po, ama me një vit po menoj çdo ditë. Për ekzilin. Po. Okej. Po menoj edhe shtunën edhe dillën, edhe po menoj. Ke edhe kreditën e montazherit tu apo? Po. Okej. Edhe tash edhe filmin e fundit do ka shumë, ama me skenar mbash se shka po kënaqna më shumë. Edhe nuk e ki presionin e kohës. Me skenarin. Po, edhe nuk e ki gjithë shpresën si mundesh me ndiku. Okej. Ama edhe më duket faza ku e njoftoj mas shumë të vetën. Atë mbarësisht që shumë, për shembull, nuk e di, kam një skenë të babaj ku nisën bardh edhe një gru e lidh djalin me rryp të vetën e lidh një fëmijë, që nuk ke një që ka njoftu, për mos më rëzu. Edhe më do ideja shumë e mirë, edhe mas e lidha, më kujtu tezja jam. Tezja jam vjen nga ka jetu në Drenicë, edhe e konsideroj si gru jashtëzakonisht mirë, edhe i ka pas 2 fëmijë gjatë luftës në dorë djalit saj, edhe ka përshku një soldat që kanë gjujt pushkat, edhe që i ka harru fëmijët. Edhe sa shumë e ka mënu qaj fakt se aniti për fëmijë. Po. Ka pështu, edhe thash, one, pi qes një gru me një djallë, qashtu, edhe pi lidha e ato, edhe po rrezikon me to mu do këshëm rënë. Kështu që qa bona është e zgjidha pet. E lidhe një herë, po këtë vjerë rreziku, veç tutit, edhe mu do këshëm njerëzore. Po montazh nuk e ke presion e kohës? E kam presion e kohës, edhe hupi. Bash hupi. E kam një moment ku tërësisht, ku po janë qatë shumë opcione, qatë shumë sene, nuk e kam qatë siguri, e hup. Më do këtë rëndësishme me hup sigurin, gjatë rrugës, ama më do këtë rëndësishme me rikëthy. Adin se më do këtë, nuk e di, zakonisht vynë disa vjetë dhe sot e kry në film, edhe më do këtë e pa mojshme, më morë non-stop me ta, pa orë një moment si e hupak topin. E që e hupja topit mundet me të punktit dhe kënë tjetër. Ke shumë që dishëm kë janë njëse film, për me. Se mëti si marë shumë mëti, e po më do këtë si një përshëndetje një botët kalune. Mandej ka qenë para koronës, mandej vijë tash për editimit, mas nesër kam editua pet. Do e ketë vështirë të kthehesh të flasësh për filmin? Jo, nuk e kam vështirë, po më vjen sikur ku e takon një kusheri që se ke pa shumë më te edhe u bo. Nuk është së shmejoti. Ka dalë nga 2 së shmejoti, teorikisht. Qka, nuk e di që shështë të sistemin, në Gjermani tranojnë me skenarën. Ki plot takime. Adin edhe i e bash një farë mënyrë e shqitës. Tani ka herë ki momente ku qajo më do këtë pjesë ka herë shumë bajate. Ki ka herë momente ku njerëzit veç përdojnë muni si pjesë, ndashta nuk e menojnë keq. Edhe të dhonë ka herë ideja e sene, e në vazhësisht çfarë produkcioni po ki, në vazhësisht çfarë statusi po ki, edhe në vazhësisht sa të mirë po e në qëta njerëzit. Mund të mendoj si dohet ka herë me rishkru sene, edhe është një farë rreziku si veç e prish. E kam shumë qartë këtë pjesë që thua, sepse e kaloj në lëkurë dhe vetë, kur prezentojmë projektet tona në për markete produksioni, ose personalisht mendoj që nëse vinë ka shumë njerëz dhe futen brenda tek bota jote e bukur, e vogël, intime, errët, e gjitha këto bashkë, dhe japin kaq shumë mendime, fillon të ndryshon komplet, si më thënë, fytyra asaj që ti do t'i japësh, kupton një farë mënyrë.
unë nuk jam natyrë protektive, jam shumë protektive, po në një farë mënyrë jam dhe shumë i hapur. Po më pëlqen të dëgjoj. Po kam një limit në dëgjimin e atyre që unë po themi i hapen pak. Do personalisht kam shumë pak njerëz që i marrin një mendim, pasi unë kam shkruajtur një skenë ose pasi ose më saktë nuk kam shumë pak, kam vetëm blerinën. Dhe kur mbaroj skenarin, procesi vetëm që unë shkoj dhe diskutoj me dikë përveç komunikimit dhe domethënë prezantimit të projektit nëpër marketë bashkëprodhimi që na duhet ne për të bërë financimin e filmit, aty më tepër përpiqem kuptoj pak a shumë sa funksionon ajo që unë po propozoj në një farë mënyrë, sepse unë merrem me ekzistenciale, në një farë mënyrë ekzistenciale është universale, po çfarë qasje kanë, po themi, ata që lexojnë. Po me kanë don për shembull. Unë ndaj vetëm me blerinën dhe është vetëm personi vetëm që ka akses 100% në punën time. Dhe në fund, pasi kam një draft të shëndosh të mirë, po themi afër përfundimtares, që po themi është 90%, bëj vetëm një seancë me një ose dy seanca, varet nga financimi, sa mundësi kemi financiare, ose nëse ka projekti grande zhvillimi, me një script doctor, që unë e kam shumë për zemër dhe kam shumë besuar, sepse mendoj që ndajmë pak a shumë të njëjtat shije. Më duket shumë e rëndësishme me përcaktu momentin. Kur? Atë në momente kur veç prishet. Pikërisht e po thoya, eksakt. Po thoya që unë kam momentin kur unë prezantoj po themi skenarin, e kam po themi afër draftit final. Nuk di të shkruaj drafti i parë, drafti i dytë, drafti i tretë. Domethënë kam një proces shumë të gjatë mendimi me veten, të ndërtimit të strukturës, të skenave, të karaktereve, të personazhit, duhet gjej për shumë. Kam një gjë që kam përshtypjen se po e heq këtë gjë, por e kam pasur ke dy filmat e parë, Dead as a Field dhe Cup of Coffee, që unë duhet gjeja finalen. Po mos gjeja finalen e filmit, nuk mund të shkruaja dot, nuk arrija dot të shkruaja. Isha totalisht para se munis. Po duhet gjeja finalen, kisha finalen në kokë dhe nga finalja rrithe e gjithë pjesa tjetër e skenarit, jo mbrapsh, por po nuk duket rrezik si po hub shumë rrugës? Jo. E kisha të pamundur të shkruaja, po mos a dija se do përfundonte. Komplet pamundur. Nuk ka ndodhur me skenarin e tretë që kam përfunduar tani. Që vërteta këtu kam eksperimentuar pak më ndryshe, nuk e kisha finalen, e kam filluar të shkruaj në mënyrë më lineare, do thoya, duke menduar skenë pas skene, domethënë duke zhvilluar karakterin në graduale. Po më shqetësonte ky fakt non stop, sepse nuk e dija finalen, nuk e dija ku po shkoja. Nuk e dija, ishte shumë çuditshme. Kurse ke dy filmat e parë kam pas Dead as a Field kisha finale dhe nga finale shkova ke komplet skenarin, njëjta gjë dhe ke Cup of Coffee. Domethënë ishte një, nuk e di, ti se ke kështu. Ti e ke ndryshe. Jo, është pak dyqysh, ne të marrëm me mend, të shohim filmin pak a shumë si bisedë, ose si komunikim. Pak si ping-pong. Me kë? Ping-pong me publikun, po thua? Si skenarist me vetveten, me që ato që po të mundon, ose s'po të mundon, ose me që ato që bishe, në farë mënyrë. Besoj që ky rasti s'mundesh me arrit, ama është shumë ideal, se pak a shumë po është edhe si lloj komunikimi edhe me publik. Edhe nëse po hin ping-pong, edhe pidi si mas ti më shoj 10 herë, kam e kthyer në herën kom, po tutna si kret momente diçka herë, pi keq përdori për me kthyer në kom. Ose nëse janë nisën një bisedë me të prunë ty në fund bisedës me thonë që ke dhero shumë e mirë, është tendenca shumë e madhe si të manipuloj, nëse arres. E zakonisht nina shumë rahat në biseda ku flasim për puca, edhe dolëm, apo këtën. Për kuptoj kështu shumë e rëndësishme se të vynë një farë lloj orientimi, se për ndryshe hub krejt, kisha pas shumë qef, e veç mu nis në farë mënyrë. Edhe me këshyr... Kjo pra, okej, e kuptova qartë. Problemi është ka nisur brenda mirë, nuk është se nuk ka nisur. Gjithë problemi im është që gjatë kohës që ka nisur brenda, po zhvillohet, po themi një farë mënyre, copëzat vogla, ngjarje, skena, dialogje,
copzat karakterit, ku diun psikologjik, fizik apo me radhë. Domethënë, po themi në një farë mënyrë ka filluar të ndërtohet struktura kockore dhe gradualisht bëhet me mish, me copa mishit vogla dhe gjithë pjesa anatomisë tjetër të skenarit. Unë nuk e kam të mundur t'ulem të shkruaj pa e ditur si do përfundoj. Pak në këtë eksperiment e kam bërë me 2 filmat e parë. Thash, këtë treti jo, nuk ka qenë kështu. Këtë treti ka filluar në mënyrë komplet më jo klasike, po më natyrale, do thoja. A shkon çdo ditë? Urdhë? Çdo ditë? Kur fillon me shku? Atëherë unë po, unë shkruaj, më pëlqen në fakt, edhe shpëtoj ta mbaj, e kam si ditë pune. Domethënë përpiqem të filloj në ora 8 mëngjesit dhe ta mbyll në ora 4 mazite. Kjo është e gjithë, kështu do të shkruaj, nuk më pëlqen darka, nuk më pëlqen të rivon, darka më duket shumë jo frymëzuese. Më pëlqen ta dhunoj veten nga mëngjesi deri në ora 4. Në mënyrë sistematike. Më pëlqen të shkruaj çdo ditë kur është e mundur. Për mua kjo është faza e dytë. Faza e parë e shkrimit skenarit ka ndodhur tashmë brenda me një farë mënyre, unë se di që ka ndodhur. Nuk e di që ka ndodhur. Është komplet i proces ndoshta në pavetdije, por më ndodh ky proces derisa vike faza e dytë. Dhe faza e dytë është faza e ekzekutimit, sigurisht me shumë frymëzim brenda, me shumë element tjerë që që për ne më merr kohë, më shumë merr kohë për politia e brendshme ime, me veten time, domethënë, ku do shkoj, çfarë do bëj, si do shkruaj karakter, të vështirë, nuk e di. Domethënë, po. Kështu që do 8 me 4 kam. Ti si e ke? Më duket në fakt që çashtu shkoj me regji. Më duket shumë e rëndësishme si para se më janis me xhiru, me kon shumë i qartë. Qartë. Adën për shembull në këtë film e kom vizatu krejt skenarin, edhe jo kom dhënë ekipit. Vizatu në shkuptim? Çit skien, çito kamerat, që ka shumë pjatu se kam shumë të lash me kohë, jashtëzakonisht, të merr. Bash luft kohës, kështu. Edhe më nej sa me kohë përgatitun, amo më duket nëse shkruaj, se çan ndodh gjatë shkrimit shumë shpesh habitesh. Edhe procesi punës e shkruan diçka nxjerr diçka tjetër, atë më unj me menu shumë tani më pështillën me atë shumë. Kështu që atë vetë shkrimi diqysh ose me thonë katonarësit puna e ngrej punën një familje. Edhe rreshti e ngrej rreshtin. Kurse per regji, përveç që do të më përgarit edhe vetë, e ki edhe ekipin, atë do të më full me personë që mon kamerën, që ka qysh, atë kostumu. Edhe, po nuk e dija o shashtë të ti. Një farë momenti bosh se me kon 7 zonë. Edhe çdo sen që e sheh në qatë farë kontekstin filmit. Edhe jem kam me partnerën që kam kompanin tash, edhe në të full, sikur që tu edhe që duhet rukit në dikush, edhe unë e gjysë në skenar, e thash, shko mirë me duhet rukit. Edhe qashtu, apo kuptën? E qatë farë mënyrë edhe të bëj edhe imazha. Kështu që kur takona me ekipin, kam nashtë të eksili, kom pas përmi 1000 fotografi. E tani mbarësisht me kanë... Fotografia storyboard, fotografi foto. Foto. Bën dhe foto, për... Jo si kom po fotot unë, po e shoh një film, e shoh një gazet, e mbarësisht apo flas për skenografi, ose apo flas për mbarësisht cili person i doj fotografit. Ka herë janë të njëjta, amo e lehtëson shumë procesin e komunikimit. Ka herë edhe këngë. Kam gjithë një playlist këngëve për se cilin projekt. E tani, tek masi t'ja nisu me që qujna para produkcion, që atër ja nisi me vizatu. Amo ju në film në funit, që i kumë ro pishman që se kumë bon, filmin tjetër kam orë këthy apet, amo gjithë qysh. E tani të buhen, edhe këshyri shumë.
Nëse ka herë më pak apo në përgjithësi është shumë lezet me po filma. Jo, unë s'bëj foto fare. Unë bëj kryesisht një shot list, kaq, me diopin, kur vjen puna pasi. Ideja është, kam përshtypjen se e filloj ta bëj regjinë që në skenar. Kjo është pjesa që ndoshta mund të... Po interesant se në fakt, unë po jem shumë i kundërt qatë. Si po je? Unë shumë i kundërt. Aha. Se qa po thu si të i baj regjinë skenar, unë e baj regjinë skenar. Kështu. Edhe me mujtë e kësha bon çdo sen që shekum para menu. Kështu, bashkë çdo milimetër. Se kam penimet e lash kohë. Për shemë, për që të filmi kum pas 40 ditë gjirim, 41, që është zakon shumë, kum pas një produksion shumë të mirë se më lashin çdo ditë me te kalu kohën çdo ditë. E pranon dhe stafit ti? E pranon dhe stafi jot? Apo e paguën në Ky është presion shumë i madh. E ka pranu stafi se kena pagu. Dhe pra, domethënë kam marr ekstra. E prapë kum hjek shumë e ku. Kështu që qatë shumë për me është të merë. është shumë stresim. 5 njerëz si zbojnë që të sanë me shumë më shtok, hajde ma shpejt. Nëse që shkuptova ty si the, unë që na menoj, edhe veç e gjuj skenarin. Unë e senë njëtë e bajnë për regji. Unë që na menoj, edhe vinë aktorët, a jeni mirë, po shkojna. Paka shumë qashto. Nëse ma dhona ide gjatë rrugës, shumë mirë. Nëse kopet, beton. Nëse ju, thamë faleminderit, po kthejmë të tërronë. Ideja është, kur thash, po, ka përshume se e bërë gjinjë që skenarët, ideja jam shumë detajist. Jam detajist, jam shumë, përpiqem që të gjithë atmosferën, veshjen e personazheve, dhe çdo gjë do të jetë shumë e qartë në skenar. Domethënë, prandaj jap kaq shumë kohë skenarit si duket, se më pëlqen ta kem të qartë, të detajuar çdo gjë. Kjo nuk do të thotë që kur shkoj në set, unë kur shkoj në set jam shumë i hapur dhe përpiqem të improvizoj sa më shumë, po brenda kornizës time. Domethënë kam një ideja është po përpiqem të me punën e mia të krijoj një lloj propozoj një diçka që unë kam personale time dhe një formë time komunikimi që ta qëroj kineman nga artificia e gjuhës kinemas. Dhe përpiqem të gjitha bëj që në skenar që të ndihmoj kur shkoj në set, dhe kur shkoj në set i them grupit tim, artistëve që po e bëjmë bashkë këtë film. Kjo është një farë mënyrë, ose për saktë, nuk ja them në mënyrë të direkt, po është brenda skenarit kjo gjë që pak a shumë kjo është korniza që unë kam vendosur e frame-it tim, një farë mënyre që më pëlqen, dhe brenda kësaj kornize ne të gjithë mund të krijojmë, mund të hedhim gjëra nga vetja, mund të improvizojmë. Por nuk mund dalim dot jashtë kësaj kornize. Si duket, prandaj marr më shumë kohë. Sa skena e banditje, zakonisht? Sa skena bandit? Sa më në eksakt, nga dalë një faqe ndoshta. Një faqe, 2 faqe në ditë. Është shumë, është shpejt. Nëse keni skenar 90 faqe, domethënë 90 xhirim. Më fal, ti po thua sa skena në set po thua apo sa shkruan? Po, xhirimit. Nuk e di eksakt, varet nga sentimi i parë. Se po të ngllën metodë po të ngllën shumë mirë nëse ki shumë kohë. Jo, në xhirim nuk është se jam shumë i ngadalt, jam i shpejt. Në kuptimin e para, koha varet gjithmonë nga financimi. Ne nuk kemi kohë kurrë. Domethënë ti e di shumë mirë, sa më shumë kohë të kesh, sa më shumë ditë xhirimi të kesh, aq më mirë. Për filmin e fundit ka qenë 25 ditë apo? Ky ka qenë 25 ditë xhirimi. Po. Dhe patjetër që nëse ti ke mundësi me bëj një skenë ditë është fantastike. Kjo gjë nuk është e mundur për çështje për arsye të tjera. Po mua personalisht nuk është më do duhet të kisha për shumë 30 ditë, po themi. Po themi duhet një mesatar për një film të përmasave që prezantojmë ne, do ishte po nuk më shqetëson shumë, tensioni i shpejt. Prandaj përpiqem të përgatitem përpara vet që në skenar të përpiqem të jem shumë i qartë në stafin me njerëzit që punojmë kështu me radhë, sepse dua që të mbajmë një ritëm xhirimi që në fakt unë dua kur vje puna për të xhiruar, dua të xhiroj, dua të mbaroj. Nuk e kam këtë që dua një kohë shumë më të gjatë ose jam natyrë që okay, këto janë ditët, këto janë skenat, të vështira shumë. Nuk e kam problem fare të bëj një strukturë xhirimi që nuk ka të bëj fare me lineare, do thotë nuk më intereson ta filloj nga skena parë, dytët.
Për shumë A Cup of Coffee kemi filluar filmin me skenën që është një nga skenat më intense, do thoja, të filmit, me skenën kur janë tek përpara dritares, kur ai vjen nga banjo, është skena e parë që më gjurë, ku personazhi me mjekër dhe e pyet për kohën, çfarë kohë është jashtë. Dhe i thotë është me diell, në fakt po bie shi. Nuk e di të kujtohet momenti përballjes së këtyre dyve. Është skenë shumë intense, shumë edhe në aspektin dramaturgjik, domethënë është një pikë shumë e lartë, ku pastaj do shkojmë te finale si farë mënyrë. Dhe kemi filluar xhimin me atë skenë, me aktorët. Ata ishin pak të tronë. Si dashte ti apo ke çështje produksionit? Jo, nuk ndërhyj fare kjo pjesë, nuk e kam problem. Nuk për mua, domethënë më drejton asistenti i parë në një farë mënyrë. Sigurisht orientohet me mua, patjetër konsultohet me mua, nuk diskutohet, por nuk e kam shumë problem të kapërcej. Domethënë mund të gjoj skenën më intense, më intensive të filmit, ditën e parë, nuk e kam problem. Kështu që ky projekt, për arsye sepse ne na duhet që edhe në fakt ishte problem mjekre te kjo, sepse ato unë doja nuk më pëlqejnë mjekrat e bëra nga make-upi. Unë dua mjekrat vërteta, kështu që i thash aktorëve duhet të rrisnin mjekrën për sa kohë nuk e di, sa muaj u desh. Kështu ne kishim një farë mënyrë të detyruar që të dëgjojmë atë skenë, sepse më vonë do ishin me ishte edhe çështje detyrim. Është një regjisor austriak që thonë që e hub gjithë javën e parë. E hub. Në kuptimin e s'bën asgjë. Jo, e xhiron. A e xhiron, okay. Veç xhiron. As e përdor hiç. Okej, pra. Veç e përdor si mënyrë me hi ekipi edhe vet. Edhe me thonë drejtën teknikë mirë shumë është. Po më duket edhe më duket si të vijnë edhe për shembull në këtë film tek ditën e 4 e kom pas ndjenjen si e mora rolin. Edhe si kështu që punoj gjithë me bon skena ku janë ma teknike ose ku janë masi nuk e kam luksin me huptit e para. Ma teknike ku i dhon ku edhe aktorëve, besoj se jam dakord. Edhe ekipit. Jam dakord. Kretë çështja e seksualitetit më duket shumë prezent. Prezent? Jashtë mose. Jo, dakord, po ku? Mbos nuk e di ç'është. Jo, se më duket që është si një shami për mi. Në fakt deri në fund. Po më pyet për çfarë? Pse e kam? Jo, mendova veç apo menon për çfarë? Ose au kon e ke pas ndaj mendim çfarë drejtim. Më duket si edhe mes vllaznive. Mes vëllezërve? Edhe mes vëllezërve. Ka një dozë erotizmi po thonë? Jo, nëse. Jo, ma thuaj se jam kurioz, po më bën kurioz. Me thonë jam dhe shumë kurioz se si ke lexuar filmin. Kështu që përveç skena ashtiçare, ose ku lun pak me faktin që nuk pinjohëm kush poshtë kush, ose fillon si aja sillet me dytë një mënyrë që kish mujt me dytë me qenë partnerë. Përveç kësaj, mënyra që është flasim vllaznia, edhe për shembull, është një moment ku thet njëri vllat të tjetrit, si në çat momentin e deklaron si të merrin më të madhin për humbjen e syve se nuk çah ty. E ty është atë rast unë. Po. Ata në fakt s'ka nevojë për pasqyrë. Po. Adën, me li që është përdoken e këshyrin tjetërin, veç thash au kon diçka shtyse, a veç ka ardhë atë rrugës? Unë këto skena që ti përmendi kam parë si poezi në film. Personalisht po përpiqesh edhe kur shkruaj skenarin, po edhe në xhirim që ta çoja publikun sa më afër këtyre personazheve me kamerën. Sa më shumë intimitetin e tyre, sepse mendoj që është forma për t'i ndjerë më shumë këta. Është forma për të futur në lëkurën e tyre. Domethënë nëse ti tregon gjithë momentet e intimitetit, për shembull ke edhe momentin kur ai shkon në banjo, kërkon bën atë testin, si mund të jetë ai ime për shembull pasi unë të mbas shikimin, dhe a do jemi do t'i zoti në një farë mënyrë të mbaj të vazhdojë të normale kur të mbyllen gjithë shisat e perceptimit përveç prekjes. Dhe shkon kërkon, është një skenë që unë doja 100% vërtet të paprerë ku ai e bën urinimin live aty. Domethënë, të gjitha këto skena, përveç erotizmit dhe poezisë
të filmit, unë jam përpjekur, nuk e di sa kam arrit qëllimit, ta përdor si ta publiku të shkoj sa më afër personazheve, përpiqet të jetoj me ta në një farë mënyrë, të hyj në lëkurën e tyre dhe në këtë formë e kam përdorur kamerën si një formë vëzhguese të këtyre skenave intime, duke përdorur skena intime të vërteta 100% sipas meje në film, filmi bëhet dhe shumë herë më i besueshëm, bëhet shumë herë më i ndjeshëm, bëhet shumë herë më, domethënë përthithet në një farë mënyrë, krijon një lloj diskutimi ose një lloj marrëveshje besimi midis regjisorit dhe publikut. Domethënë ato personazhe po kjo në fakt shumë kjo pak a shumë e përshkruan çdo skenë. Po. Ama prapë më duket si pikiqat Varsanin, tani piki një person një gru që bon tim apo do me pas fëmijë, apo do me pas fëmijë, edhe përdin si a e kanë gjenetike, do me thonë nëse kanë fëmijë komendu që a i sen, mundet me ndohë. Edhe po është aty. Po është aty. Po. Edhe tani edhe ata përveç që s'ponin, po hupin edhe sytë. Mu më do qaj aspekti i qase aty në njëri tjetër, është një film i Woody Allen, nuk e di që shuhet e filmi. Po, që humbet regjizori shikimin? Jo. Ku nashta është një film që fillon me një klub që o merë mu s'du me ka pjesë të ti. Del personazhi para kamerës, dhe kur s'kum dash me ka antarë një klubi që më ka pranu mu. Edhe dikur është i përshkruan duket është një voice-over, e përshkruan kërkesën e një personi për personin ideal. Po. Per më martu ose ta shruaj. Edhe në fund i del si personi ideal për ta është vetë. Ai në fakt pëllyp vetën. Okej. S'po di sa i kjo të Jo, po të kuptoj. Në farë mënyrë ata kanë gjetë. Ata të dy me njëri tjetrin po thua. Po, se janë tërësisht. Nëse menova si më dak shumë, më dak me thotë drejtën krejtë çështja e seksualitetit, më dak si masi që tema ishte shumë dikun tjetër. Po. Më dak aja si shumë Edhe më shumë pesh po thua. Jo, më dak si vend shumë me shumë e qëllim, shumë paka shumë sikurone si kom poqat përseritjen, si kom poqat ose si kanë kostumet e njëjta. Më dak shumë e bane me qëllim. Qartë, po të kuptoj. Jo, domethënë, sigurisht një farë mënyrë ka një lloj qëllimi të brendshëm, për disa e kam shkruar dhe e kam sjell aty. Domethënë, po, jo, nuk ka qenë qëllimi im që unë të arrit përsëris për të arritur diçka. Unë jam Një pyetje. Po. Kur e kop vllaun edhe qenë në shtrat. Po. Asa ato s'o ka qëllimi. Në çfarë skene pasi ka murit me kokë? Po. Okej. Dhe e kop në mënyrë shumë speciale. Po. Se kuptova. Po e di, për skenën që ai pa tenton të vrasë veten, i bi murit me kokë, pastaj vjen vllai me anën dhe e gjen. Njerë eshe e doshra, tani nga në vlau, merret pak me ton tuk, tani e qëtë në shtrat. Po, sigurohet që ai është... Po, mënyra që është qëtë në shtrat, ke shumë specifike. Kapja e vllait aty për ta hyrë në krevat, është një kapje shumë, sa themun, domethënë, ajo mizasken, po ta shohësh me vëmendje, është një moment ku e zbulon Ana dhe ai e kupton në momentin që ajo diçka dhe niset rrufe, si shigjet themi ne. Po. Dhe shtyp pa dashje, nuk është se, por domethënë krijon një lloj që të gjitha këto domethënë detajet vogla në film janë për të thënë për të krijuar marrëdhënien e tyre, atyre dyve që është një marrëdhënie pa ndashme në një farë mënyre. Është një marrëdhënie që ata të dy nuk janë një gjë dhe nuk jetojnë dot pa njëri tjetrin në një farë mënyrë, sepse shumë kollaj për shembull, po themi sepse aty ka dhe një moment vendimare ku ky Agimi, personazhi vllai i parë, përpiqet ta tërheqë gëzimin tek e vetja që hajde ikim, kjo nuk është jetë për ne, një farë mënyre. Kurse gëzimi ka dhe një opcion tjetër, ka anën, më kupton? Kështu që, domethënë,
unë jam përpjekur të jem shumë i kujdesshëm në ndërtimin e raportit atyre të dyve. Dhe domethënë raportit familjar, vllazëror, që e kanë me njëri tjetrin dhe rëndësia që ka fryma e njërit për tjetrin dhe anasjelltas. Domethënë dy njerëz që nuk mund të jetojnë dot nëse dikush nuk merr frymë në një farë mënyre. Domethënë ja e kam parë si një të tërën, edhe pse janë dy karaktere, janë dy personazhe të ndryshëm, janë dy njerëz të ndryshëm me jetë të tyre në një farë mënyre, por jeta e tyre shumë e gështuar bashkë, më kupton? Domethënë dhe i kam parë këta dy të ndarë në një farë mënyre, ka qenë shumë vështirë ku kam shkruar skenarin, në gjithë ecurinë e tyre, por nga krau tjetër kam parë të shumë bashkë. Kështu që në momentin kur ai e gje, sigurohet që ai po merr frymë në një farë mënyre. Dhe pastaj gjithë kjo, domethënë ky raporti me trupin, me fuqinë për ta marrë, është bërë më i rëndë se ç'është në të vërtetë, kupton? Për ta marrë, për ta hypur në krevat, një farë mënyrë për ta shpëtuar, për të siguruar që është mirë dhe që për të në atë moment ekziston vetëm vllai vet, vetëm Agimi, nuk është se e ka harruar do shumë, por për të është vetëm ai në atë moment. Domethënë kjo kapje është një kapje, sa thonë, si një gur i rënd që ti me zore ngre. Domethënë është një lloj e ke në shtëpi në një farë mënyrë dhe po e merr dhe po domethënë është kjo, nuk po të kuptoj veç më duk shumë. Më duk interesante kjo shumë specifik po. E titulli? Urdhë? Për titull. Titull. Ku ka ardhur titulli? Titulli, që është vërteta, ka dy fasha. Fasha e parë është një filxhan kave dhe këpucëja veshur. Është një lloj tret do thojmë, është një lloj përditshmërie që ne bëjmë çdo ditë sot. Më duket si titull shumë i freskët në kuptimin e jetës tonë përditshme. Ka qenë për fillimi apo ka qenë gjatë kohës? Nuk kujtohet kur e kam gjetë titullin, që është vërteta. Për me? Nuk më kujtohet për titullin. Për shembull aplikimi i parë. Aplikimi i parë që kam bërë. Me ka qenë me këtë titull? Me këtë titull patjetër. Po, okay. Jo, nuk i ndryshoj titullit. Po në moment që unë e kam një titull në kokë, e ndërtoj, po themi, skenarin me atë titull dhe nuk e ndryshoj. Njëta gjë edhe me Dielli ftohtë që kam tani Cold Sun. Okej. Kështu që, por në momentin që është gjetur titull, nuk e di eksakt kur e kam gjetur, po domethënë në fillim parish na u duke një titull shumë i freskët. I përditshmërisë tonë, një filxhan kafe dhe pucëra të veshur, një titull që ishte grep për publikun në një farë mënyre, se është përditshmëria. Në krau tjetër, nuk është kështu, sepse këpucët e reja veshur në një farë mënyre në titull, është një titull që është ndërtuar që ti e kupton vetëm në skenën e fundit. Shpër nuk jam i sigurt, kam përshtypjen duhet këtë ardhur më përpara se sa nuk e di eksakt, po duhet këtë ardhur herët titullin. Nuk jam i sigurt. Ndoshta ka ardhur sinopsis, këtë nuk e di. Dohet ndërtoja një titull ku njerëzit të shkonin deri tek skena e fundit dhe aty ta kuptonin realisht çfarë ishte titulli, një filxhan kafe dhe këpucë të reja veshur. Ishte finalja e filmit, ishte finalja e atyre dy njerëzve që u pinin një kafe bashkë dhe do bën një lloj rrugtimi në një farë mënyre që nuk është i përcaktuar në film, është i hapur. Se çfarë lloj rrugtimi bëjmë, po dihet që kur vesh po themi rroba të reja, këpucë të reja dhe rroba të reja, rrugtimi është ai që është një lloj rituali që ne e dimë. Dhe e treta është një lloj homazhi sepse filmi është frymzuar nga dy personazhe real që kanë jetuar në Belgjik. Është vetëm frymzim, është një sinopsis, domethënë i vogël, dhe gjithë pjesa tjetër është komplet e ndërtuar në fiksionale. Po, dy vëllezër, ky është frymzuar nga një gjë e vërtetë. Ata kanë qenë edhe një lloj homazhi për ta në fund fare. Meqense e mora frymzimin nga ata kanë qenë këpucar në profesion, ndërtonin këpucë në mënyrë artizanale dhe përpara se të bënin atë që është në film ose që nuk është në film, aktin final, kanë pirë një kafe me njëri tjetrin. Pa folur. Rasti i vërtetë është që ata nuk e humbasin shikimin, por janë drejt po themi degenerimit total, humbjes, domethënë e kanë marrë vesh në mënyrë graduale të ta humbasin shikimin dhe vendosin të bëjnë eutanazi. Në mënyrë të vetëdijshme. Ka pas një debat fort për këtë në Belgjik. Në Belgjik apo në Zvicër? Në Belgjik. Belgjika është e mundshme me në Belgjik? Po, Belgjika dhe Zvicra është e mundshme. Okej. Kështu që domethënë dhe ata nuk kanë shkuar deri në pikën që shkojnë. Në moshë? Diku ke 45.
Domethënë nuk kam pas dhimbje fizike. Kjo ishte ka pas një debat shumë fort atëherë në Belgjik për eutanazin. Por vendosëm që ta bëjmë përpara se të humbin po themi shikimin dhe që nuk mund ta shohin më dot njëri tjetrin, domethënë bëjnë kohë përpara. Kurse unë kam çuar për te personazhet e mi, unë filloj kur ata e kuptojnë të basin dhe gjithë përballja e tyre deri në fund kur shkojmë deri në pikën që nuk e dim pastaj. A do vazhdojnë për te apo do ta bëjnë dhe ata në një farë mënyre eutanazin, po themi. Që ky është titulli në 3 rrafshe. Si mendon? Me thonë të drejtën nuk shqip po t'ingëllë ma ndryshe. Të pëlqen më shumë anglisht? Shqip. Pëlqen më shumë shqip? Më dok titull shumë i jashtëzakonshëm. Çfarë koncepti. Edhe është vërtet tek në fund më mi boni lidhje edhe pse alin e ku të shek pucat e senet, amo çfarë ta, bëj kurreshtja. Jo, shumë mirë. Jo, edhe ne ku kam gjetë titullin kam qenë shumë i gëzuar, në fakt. Unë halos kam titull për filmin e fundit, Marova. S'ke titull akoma? Jo. Do në jenë montazh dhe s'ke titull? Montazha në fakt është kry. Okej. Amo s'kam titull. Po nuk është kry se do kthehesh vesh titull. Detyrat, amo Ke disa variante? Sa dush. Okej. Po ke bërë një listë, po themi shumë lista. Okej, po një lloj piramide. Nëse në fakt nuk ka vendim definitiv. Edhe veç fakti se s'ka vendim definitiv kallza si po se unë po më duket shumë unë fakt me titulli ka mua titulli në një farë mënyrë më drejton. Si ta them, domethënë duhet ta kem që të më drejtoj. Shumë sa ne mirë. Kështu që dhe tani se kam pas këtë problem, po nuk e di. Kum pas sa ne po ka qenë titulli edhe pse e kisha ndru, amo të pyes pak për kostumet tek Exili, sepse më bëri përshtypje dhe më pëlqeu. Personazhi kryesor ka po themi një kostum? Secili personazh ka një kostum. Okej. Në të gjithë ditët e ka e përditshmërisë. Po. Pse kjo zgjedhje estetike? Për 3 sene. Okej. Seni parë e hupa kostumografën që e dashta. Okej. Për një arsye shumë të lodhë. Për një arsye çfarë? Të lodhë. Aha. Nuk gjojnë shumë line producer. Jo, production manager. Nuk e gjeja. Nuk gjojnë shumë. Edhe fola me line producer, edhe më tha si nashta do të mi shty filmin. Edhe thash qyshme për një edhe ma qenë një listë ku i kanë pyet 83 veta. Në qatë kohë kur gjëru kanar krejt serialet, senet edhe ka pas produksionet që kanë marrë për pozita thjeshta, njerëzi për Austrisë, për vendeve tjera se s'kanë pas, u konë kërkesë shumë të madhe të ekipit. Edhe nese, mandej aja kostumografa jam do shkëm e punu dikon, edhe merr keq, edhe patën pyet për një projekt. Edhe tani thash se okay, nasht pishtyna, po duket si pishtyna, edhe nëse tham si po pishtyna, po presëm edhe pak mos t'i kallzojnë ekipit, i kallzova asaj, e ka marrë projektin 30 më vonë. Gjetëm një production manager. Do me thonë si aja gruaja pak si vonë, e u dësha mi dha aty në shumë vëmendje shtatistëve. Kisha frikë që aty jep shumë vëmendje vetëm aktorëve kryesor, që është shumë e rëndësishme, po dësha edhe shtatistat me kanë pjesë e saj. Kështu që u tuqa pak në kohë. Arsyeja kryesore me thonë drejt, nëse masi shumë rrallë më bjen men tesha që shumë vesh dikush. Shumë rrallë vjen në mendje. Po. Më kujtohen momente shpesh qartë ose fjalë që e kanë thonë ose ndjen amo teshat nuk më kujtohen. Nuk jam shumë vizual si njeri. Edhe nëse lidhen ai kostume në njerë është ndaj tesh. Për shembull, ka njerëz që kanë gjatë një jakne. Edhe nëse kështu, e lidhen me çat sen. Edhe mandej më dok si nuk e ka momente ku hup edhe sensin pak të kohës. Po. Edhe për shkak ku shkruaj, edhe jam shumë kohë veç të shkruaj, do të më kthyer cilën muaj po jena. Lemo cilën ditë. Për këtë pyetje. Më do ke interesant çaj
Çfarë e përzirje? Mua kjo më pëlqeu sepse duke parë personazhin kryesor po dhe të tjerë që kanë nga një veshje, është tamam kjo domo sikur nuk e humb sensin e kohës në film, sikur nuk ka kohë, se ka kostumet përcaktojnë dhe kohën, përcaktojnë dhe ritmin, përcaktojnë dhe vazhdueshmërinë, përcaktojnë dhe shumë gjëra të tjera. Dhe kjo mua më pëlqeu. Unë personalisht kur punoj me kostumografen time, bëj biseda të çata për kostumet. Kostumet janë jashtëzakonisht minimaliste, nuk mund të ketë një personazh kryesor shumë veshje, duhet të ketë shumë pak veshje. Ngjyrat janë shumë të rëndësishme për mua, domethënë paleta e ngjyrave në kostume do të jetë jo shqetësues, do të jetë një paletë ngjyrash që në farë mënyrë ti as nuk e kupton që është ndruar kostumi, por prap kostumi është ndruar. I them shumë shpesh që kostumi është lëkura e personazhit për mua. Dhe unë e kam vërtet të rëndësishëm kostum, për ne të pyetur për kostumin, sepse merrem gjatë, edhe pse është një bluzë e thjeshtë si kjo për shkakun. Merrem gjatë me këtë gjë, nuk e di arsyen, dhe më duket si lëkurë, sikur unë përpiqem të flas nëpërmjet kostumeve për të tentuar si barrierë e fundit për shku më thellë në lëkurën e personazhit. Dhe nuk, domethënë, po këtu më pëlqeu sepse edhe mua më pëlqen ajo që thua, nuk dua që kostumet të marrin vëmendje fare. Mundësisht, domethënë të jetë, po them, personazhi, historia, të jetë në plan të parë, po jo një gjë tjetër që të shqetëson dhe këtu e gjeta shumë interesante këtë pjesë sepse po e shifja dhe po shifja personazhi kishte të njëjtin kostum, që shkonte në punë gjatë gjithë kohës. 2 herë më duket e kanë ndruar në shtëpi. Kam përshtypjen, nuk e di ku ka flet gjumë ose besoj. Dhe që gjithë kohës, dhe kjo më pëlqeu sepse në një farë mënyrë më duk si zgjedhje estetike shumë e zgjuar, shumë interesante, fakti që kostumi ishte kohën filmit, jo kohën filmit, por kohën kur zhvilloheshin ngjarjet. Edhe më pëlqeu. Besoj varësisht më duket receptimi i kohës ka interesant. Edhe varësisht çfarë krize po je, çfarë momenti po je, si zhvillohet në receptim shumë ndryshëm. Edhe besoj nëse je një krizë kaq të madhe ose në një mezi shumë të madhe ose në emergjencë shumë të madhe që koha ndryshon. Më duket shumë e rëndësishme në film. Ama sinqerisht me thonë me kostume kam shumë të lashe, filmin e fundit do të merr. Ktu ka Edhe ka funksionuar shumë mirë. Tek që tash ja kom nis pak mos më tut për kostumeve. Gjë tjetër që kam unë shumë interes të pyes është puna me aktorin. Çfarë më pëlqeu është që domethënë ke kriju një që mua duket shumë e zgjuar dhe shumë të gjithë personazhet i kanë në buzë të çmendisë. Domethënë janë në buzë të greminës, domethënë gati po ti shohësh janë të gjithë ke një portretizim pak a shumë, duke veçuar pak personazhin kryesor patjetër. Po shumë pak, i ke pak a shumë të gjithë njësoj në momentin e të çmendisë, domethënë gati sikur po çmenden, gati në kufi, në te. Personazhi kryesor patjetër që ka gjë. Çfarë përjetoj në përgjithësi ton njerëzit. Pra ne po të pyes, sepse më duk shumë fine, shumë gjetje. Do të pyesja për mënyrë, e ke bërë këtë gjë, është një lloj këndvështrimi që ti ke për shoqërinë perëndimore, një farë mënyrë? Jo, në përgjithësi për njerëzit. Për njerëzit në përgjithësi, do të ishte gjithkohë në te, po themi. Ose se kum ndosh. Jo, ma mërmenja në dy ose 3 sene në to. Ka eksili shumë i rëndësishëm. Jashtëzakonisht ka rëndësishme, për shembull të morrëm me mend po ta qeli kush derën, po i femën, po ta qeli një djalë derën, edhe po të buzësh. Po të buzësh pak ma shumë se sa me thonë njëri mirë, cili mirë, pak se me thonë i çuditshëm ose më gjojt ose kështu. U ka shumë e rëndësishme si çdo sen që e sheh ai, që ndodh me to, mos me ka kurr i sigurt. Edhe në çdo aspekt. Që ka bën auditimin shumë edhe në gjithë me gjithë një farë vije. Në përgjithësi nuk e kam nuk e kam njoftu kë kanë ma thellë që s'mu ka duk si është ashtu.
edhe varësisht në cilin moment po gjoj, varësisht cilin moment po theksoj, edhe kështu që me aktor u ka zakonisht më pëlqen shumë puna me aktor, më duket seni më i mirë me aktor edhe mixing. Jem kështu, më duket fazat më të mira. Kum pas shumë fat me aktor, jashtëzakonisht. Edhe u ka shumë kënaqësi. Amo ato sene, ato moment. Blerina erdhi. Po. Shumë mirë. Se sa kemi që po flasim? Nga bëjmë të të fundit? E ka drejt? Unë po tjetë. Të jemi për të dysh, pëse kene zjedhë Kileman si formën të e shpresë? Ta thëmë unë. Po, e para, unë kam shumë thjesht. Do doja shumë të qa piktor. Po nuk ditë pikturoj. Do më thënë, pëlqej shumë vetmia e piktorit. Do më thënë, kjo sfida, për ne, ta ceka prap ke pjesa e skenarit. Kjo tabloja e bardh, edhe gjithë sfida jote si do e mbushësh këtë tablon. Kupton, si do shpresh, dhe si do japësh formë, çfarë do ndodhet aty brenda asaj tablos. Do më thënë, po, e di që nuk di të vizatoj fare, nuk di të bëj asgjë, nuk di të bëj asnjë lloj kështu bile. Tani me djalin, kur ai do të thot mua të piktorim bashk, ka fut më kapi sfida, sepse nga që nuk di të vizatoj fare, edhe ka fut më sfidoj kjo gjë, dhe kam filluar të bëj ca forma interesante dhe një ditë kuptova që unë mund të bëj një A4 të mbushur me gjëra të më thënë pemë të vogla, lule, plani parë, plani 2, plani 3, dielli, një kompozim korrekt, po themi, të një letre të bardhë. Kështu që, se unë e shoh filmin si një pikturë të madhe, po diferenca është midis piktorit dhe regjisorit është që janë disa miliona euro në mes, ose nuk e di sa. Edhe kjo më duket, domethënë, qëllimi duket i njëjtë midis piktorit vetëm dhe regjisorit me shumë njerëz artistë tjerë që hedhin idetë e tyre brenda idesë së regjisorit për një qëllim final që të bëj pikturën e madhe. Kjo është një kjo, e dyta unë personalisht e kam filluar me kamerë, domethënë këtë punë, domethënë kam qenë kameraman ose si dush quhet. Jo i keq, i mirë, domethënë me kompozimin, me imazhin, me frame këto, nuk është i keq. Kam eksperimentuar pafund, kështu që në një farë mënyrë ka mënyrë shumë të natyrshme. Ka përcej nga kamera tek regjia. Pastaj shoh dhe si formën më të jashtëzakonshme të shprehjes vetes duke pas një pafundësi shumë element. Domethënë që është shkrimi, domethënë letërsia, është aktrimi, është zëri, janë kostumet, është skenografia, është pafund gjëra që ka filmi brenda. Kështu që një sfidë personale e bukur, domethënë, po mendoj që e para është përgjigjja saktë, nga që nuk di të jem piktor i mirë. Kam qenë 17 vjeçar në teatr, shumë rastisht. Kom pas shumë fat ka qenë në Stuttgart i ka pas e hala kohë, për qatë kohë ka pas një intendant, një kryetar të teatrit shumë të mirë. Më ka pëlqyer shfaqja jashtë mase, edhe fillova me shku shpesh. Tani ndërkohë ja kom nis mu interesu për letërsi, kom punu në teatr, filmin e kom rrej, më ka dok si natë ku Britney Spears në radio, edhe më ka dok rejt pa kur farë. Në fakt, nuk e dija është zgjidhja më e mira. Besoj si muzika është shumë e mirë, besoj si tut na shumë i shku një roman, kam qef shumë i shku një roman. Amo kom po 2 filma, qa për herët parë, kom po, edhe më po shumë, i kom pas 20 vjetë 21. Edhe që atëherë ka qenë hera parë ku kom fillu për film, si mundet me konë diçka
diçka diçka tjetër shumë interesante. Ka qenë një skenë seksi të Lost Highway, ku i thet guja është në rregull, edhe është një skenë që e kam kopju pak në filmin që e kam bërë që tash, të Fargo, ku hymë hina në kerë edhe e vrejnë se s'po sheh, e del jashtë mi hik oklin. Edhe tyra oklit janë i bërë në vazhdimshëm. Më përgjithësi më doket se kena moje bërë tani interesant nëse Qështë paka shumë që ke? Faleminderit edhe juve. Si u ndjeve? Mirë.